politikës nga do ta nisje, zoti Papa? Ardhja në Shtëpinë e Bardhë, ringjallja e zotit Trump ishte spektakolare. Natyrisht ndihmoi dhe kandidatura e dobët e Kamala Harris. Ai erdhi duke u mbështetur nga baza e djathtë, duke pasur një fushat që i fliste njerëzve të thjesht dhe duke marrë shumë nga votuesit punëtor, ajo që quhet klasa punëtore të majtës. Trumpi është shkundës. Kur hyri në Shtëpinë e Bardhë kishte aprovim 56% me popël. Sot nuk e ka. Është 40, 42, edhe pse ai sot tha që jam 64, siç e ka Trump zakon. Do të sill këtu Karl Rove, një nga kokat e djathës amerikane, tha që Trump duhet sqaroj se çfarë do të bëj në vitin 2026. Problemi është që kur një president premton shumë, e ka të vështirë që të mbaj premtimet. Sipas Karl Rove, të premtosh më pak dhe të afrosh më shumë është ajo që duhet. Natyrisht që tek Trump e ka shkundur botën. E ka shkundur rendin botëror. Kemi Liberation Day me tarifat në prill ndaj NATO-s duke i thënë që unë nuk ju mbroj më, do të mbrojnë vetë, do të rrisni shpenzimet dhe i ka detyruar vendet e NATO-s të premtojnë, jo se kanë filluar, që ta kenë 5% GDP-s. Suksesi i tij më i madh është tek lufta ndaj emigracionit paligjshëm. Rreth 14 milion vet hyrë në kohën e Bidenit, thuajse nuk hy më askush. Madje rreth 1 milion janë vetë deportuar me dëshirë mbas një pagese, siç thuhet $1.000. Fillimisht u tha do të largohen vetëm ata me element kriminal, por fushata është shumë e madhe. Njeriu më i pushtetshëm është Stephen Miller dhe projekti 2025 po aplikohet, edhe pse gjatë fushatës Trump thoshte që unë nuk kam asnjë lidhje. Por njerëzit që kanë përpiluar projektin 2025, duke filluar nga J.D. Vance, nga drejtori i buxhetit, kanë rrënjë shumë të forta. Ndërtoi Doge për të ulur mbeturinat, siç thot ai, waste në administratën shtetërore me Elon Musk. Premtoi $2 trilion, nuk shkoi deri atje, por janë shkarkuar rreth 250.000 deri në 270.000 nga administrata federale, çka do të thotë 10%. Më falni. Kur jemi live. Gjithashtu ka qenë, ai thotë që ka ndaluar 8 luftra, ka drejt edhe nuk ka drejt, sepse në fakt të gjithë vinë tek doni i madh për të firmosur, me përjashtim të asaj Kosovë, Serbi që nuk e di se ku e ka ndaluar Trump, të tjerat ka qenë sukses. Por ka të problemin e sjelljes të Maria Antoinetës, sepse kërkon luks në Shtëpinë e Bardhë, do ndërtohet ajo dhoma e madhe e ballove me $400 milion, te Kennedy Center, shikojmë kariket Florinta. Kjo e bën që të distancohet nga realiteti amerikan. Dhe, sipas analistëve këtu, vendos ekonomia, nuk vendos politika jashtme. Trump edhe javën e fundit të këtij viti kërkon të flasë për sukseset në politikën e jashtme. Dhe kërkon të thotë që ekonomia ime është e shkëlqyer. Në fakt, ai duhet ta mbajë inflacionin poshtë 3%. Kaq ishte inflacioni kur Trump erdhi në Shtëpinë e Bardhë javën e fundit të Bidenit. Por ka disa shenja pozitive, sepse 3 muajt e fundit, GDP-ja, rritja ekonomike ka qenë 4.6. Nga tarifat, rreth $2 miliard në ditë hyn në thesarin amerikan, edhe pse Trump thotë që paguajnë tuajt, në fakt paguajnë importuesit dhe indirekt ne taksa paguesit, nuk ka pasur katastrofë madhe si shta Wall Street. Pra Trump duket për mendimin tim në pozicione të forta. Natyrisht ka problemet e tij karakteriale, çka krijon atë një njeri që çohet në 4 mëngjesit çdo natë dhe bën nga 100 Twitter, por është e vështirë që demokratët të mbajnë ritmin e zotit Trump. Viti që kaloi kishte dalje në një socialist demokrati si Mamdani në New York. Ishte diçka e beftë. Nga kampi republikan, J.D. Vance është pozicionuar si kandidati mundshëm për 2028, por Trump nuk po e mbështet ende në mënyrë të hapur. Nga ana tjetër ka pasur një problem me një kongresmen republikan, Thomas Marcy, i cili me Roakanën bën ligjin për dosjen Epstein. Dosja Epstein është një grop e madhe për të gjithë atë që quhet establishmenti amerikan. Natyrisht që për Trump, po të kishte pasur akuza kriminale reale, demokratët do t'i kishin nxjerrë. Por Trump
ka urdhëruar njerëzit e tij në FBI që të redaktojnë emrin e tij. Por kjo do ta ndjek edhe gjatë vitit 2026, sepse është vit elektoral. Trump nuk është në bavët, është për Kongresin. Nëse Trump do të humbas Kongresin, do të fillojnë hearing për të gjithë kabinetin e tij me njerëzit e diskutimit, me prokurorin e përgjithshëm Bondi, me drejtorin e FBI Patel. Pra Trump do t'i duhet që të dalë më shumë në fushat. Shefja e kabinetit, Susan Wiles, në një intervistë të çuditshme tek revista Vogue, thuajse e shkatroi administratën, duke dhënë përkufizime për të gjithë njerëzit, disa i përcaktoi si servil, disa si konspiracionist, por ajo i thot Trump dil në fushat. Ajo e di forcën e zotit Trump. Për mua ka një gjë pozitive që nëse Trump ka shkundër rendin botëror, SPAC i mbështetur nga administrata e tij, jo nga i personalisht, po shkund korrupsionin shqiptar. Po shkon në zyrën e Ramës, po shkon drejt Surrelit dhe për të vlerësuar është Trump firmosje ligjin e buxhetit vjetor të mbrojtjes, ku në mënyrë paksatinëzare dhe të zgjuar u fut dhe pakti për prosperitet dhe demokraci në Ballkan, 43 faqe. Kjo e detyron presidentin, mbas ligji është ligj, që të ketë sanksione që janë në parë të janarit. Dhe sanksionet të jenë për emrat e lartë të zyrtarëve në Ballkanin Perëndimor, të theksari, të kontrollohen sasitë e mëdha milionat e vjedhura, dhe këtu, për mendimin tim, është një fat për Shqipërinë që Amerika po na ndihmon për luftën ndaj korrupsionit. Nuk është gjë e vogël, vazhdon ligji i administratës Biden, duke konsideruar rëndësitë të sigurisë kombëtare luftën ndaj korrupsionit në Ballkan, dhe kjo jep shpresë. Ka ide që mund të blesh heshtjen të doni, nuk është ashtu. Ai ka dhe një kërkon që të realizonte paqen me Ukrainën dhe Rusisë. Ne kemi trajtuar disa herë, nuk është aq e lehtë. Trumpi gjithmonë thot next 2 weeks, thoshte të ta bëjmë për 25 për Christmas, nuk ndodhi, por është i vetmi njeri që po mundohet. Imagjinoni sikur të ishte Kamala dhe Joe Biden. Asgjë nga këto s'do të kishte ndodhur. Në aspektin tjetër, në luftën sociale që bën kundër wokizmit, me ligj nuk mund të marrin pjesë transgjenorët të eksportet e femrave. Ka qenë i ashpër, ka hequr gjithë ndihmat federale për universitetet, kolegjet e elitës, Harvardin, Columbia, të cilët u pozicionuan keq me wokizmin, DI-n dhe me qëndrimin e tyre pro Hamasit. Duket se të gjithë janë gjunjëzuar para zotit Trump. Po të shikosh, ai guxon të bëjë gjëra që si ka bërë askush. Një president kur është gjallë nuk vendos emra tek ndërtesat federale. Ju vu Instituti i Paqes Donald Trump. Dhe mbi një emër të lavdishëm për politikën amerikane, John Kennedy, është Donald Trump tek Kennedy Center. Janë gjëra që do ta dëmtojnë themun tek ajo, tek klasa e të pavarurve, që janë 33%, por ky është Trump. Trump synon çmimin Nobel, nuk ka shumë kohë sepse duhet të jesh kandidat brenda 30 janarit të vitit. Ai thot trumbeton ndalimin e luftës në 8 vende dhe shpresonte që të realizonte diçka Ukrainë-Rusi. Në fakt, ai po përpiqet. Administrata e kaluar thuajse nuk bëri asgjë. Tek SPAC duhet ta falenderojmë këtë administratë. Ende nuk kemi një nominim për ambasador, nuk e ka me Shqipërinë. Natyrisht është ulur niveli interesit ndaj nesh, po janë 90 poste ambasadorës zbrasur, 30 u shkarkuan. Departamenti i Rubios ka qenë kaos, konfuz, ka pasur vetëm 70-80 emërime politike, ende nuk kemi numrin 1 për Europën që na mbulon ne, por kemi një emër si Fleming, i cili ka zvendësuar Escobar, dhe mbas vizitës tim në Tiranë, u pa kau i SPAC, haptas, në këtë luftë madhe ndaj korrupsionit. Unë mendoj se të paktën Balluku është non grata aktualisht. Do të ketë zyrtar të tjerë, jo vetëm nga Shqipëria, por nga gjithë Ballkani. Amerikanët e kanë seriozisht. Zoti Baba, ju thash më parë, ka disa probleme karakteriale Donald Trump, cilat janë ato, dhe a përfshin këto probleme karakteriale të Trump në marrëdhëniet në politikën e jashtme? Këtu ndoshta do doja që të fokusoheshim pak tek marrëdhënia e shumës me BE,
si është ajo? Është në pikën e saj më të ulët, apo ku e di? Po të shikosh platformën e strategjisë kombëtare, Trump ka drejt. Civilizimi perëndimor në Europë po shkon te poshtë, duke pasur një emigracion të pakontrolluar, hapje kufinsh, duke shkatruar atë qytetërim të krishterë, ti je realist se Trump flet gjëra të tjera nuk i thon, dhe duke parë që BE-ja mbase nuk do të ekzistojë dhe vetë civilizimi nëse vazhdohet kështu. Ndaj është aq i ashpër. Por Trump nuk është asgjë në krahasim se si do të ishte J.D. Vance, i cili është konservator më i theksuar. Ai e shikon Europën mbase ka një lloj kompleks inferioriteti, sepse Evropa ka ato elitat e aristokratëve. Natyrisht që një vend që ka 250 vjet pavarësi i krijuar nga europianët nuk mund të jap leksione në këtë nivel dhe unë i kuptoj liderët europianë të jenë shqetësuar, por me Trump, me tarifat, ai të shkatron. Me 5% e GDP-s ka hikur koha për free lunch për Europën. Amerika me vetdije e ka ndihmuar kontinentin mas luftës së dytë botërore, duke i dhënë mundësi, duke i hapur tregun e vet, tregun e madh dhe duke e mbrojtur. Duke e mbrojtur nga ana ushtarake, kosto e BE-s për të mbrojtur ka qenë shumë e vogël dhe kemi pasur shtetet sociale që kanë ngëluar nga Gjermania, Franca deri në Britani. Enough is enough. Trump këtë se lejon. Madje ai ka thënë fillimisht u tha sikur do dilte nga NATO. Por me këto veprime që Trump po bën është më keq se të dalë nga NATO, nuk i ka mundësitë financiare Europa apo BE-ja që të ecë me këtë ritëm. 5% e GDP-s do të thotë që të bien shumë qeveri në Europë. Nuk besoj. Aq më tepër që liderët e Europës janë dobët. Macroni vetëm 7% mbështetje ka. Mersi 23-27. Kontinenti më shumë shkon drejt liberalëve, nuk janë konservatorë. Trump dhe J.D. Vance mbështesin forcat e djathta. Por forcat e djathta, fatkeqësisht në Europë, nuk janë aq forta sa do donte zoti Trump. Qartë. Zoti Papa, ai pretendon se e ka sjell paqen në Gaza. Megjithatë, duket se sërish kemi sulme, luftë, vrasje civilesh. Si do ta përkufizoje, le të themi atë që është arritur në Gaza, po momentin që flasim? 80% është realizuar. Vrasje do të ketë, nuk është aq e lehtë, sepse për mendimin tim Netanyahu është kriminal. Ata kanë bërë genocid atje. Dhe kjo urrëtie e madhe nuk i Ai të amnistoj. Po nuk e ka në dorë. Pretendoi të amnistoj Donald Trump. Po nuk e ka në dorë. Çfarë do që të bëjë ai kriminal mbetet në sytë të botës intelektuale, botës që do paqen. Dhe kjo urrëtie e madhe. Kur nis le të themi kjo procedurë për për falje ndaj Benjamin Netanyahut nga Trump, çfarë do thotë? Trump e shikon në Izraelin si aleat madh në atë zonë ku janë vendet arabe. Dhe nuk e ka vetëm Trump. E kanë dhe demokratët, ka drejt nga njërë Tucker Carlson që Izraeli ka kapur përfytin. Mossad gjithashtu. Nuk e heqin dot këtë nga ekuacioni i politikës të jashtme amerikane. Personalisht nuk më vjen mirë që të mbështesësh dikë që për mendimin tim është si kriminal luftën atë genocid që ka bërë atje, por janë interesat gjeostrategjike. Amerika e shikon dhe ti me realist që në atë zonë e vetë në demokraci funksionale është ajo Izraelit. Vendet e tjera janë vende diktatura, autokrat, por që Trump përfiton miliarde përmes fëmijëve të vet. Është e komplikuar, por me Izraelin ky vend gjithmonë mbetet aleat. Nuk e ka në dorë Trump, se presidenti i Izraelit sot e kundërshtoi, nuk i kam thënë që do të ta falë Netanyahu. Netanyahu ka shumë kohë, ka qenë në 97-ën. Unë e mbaj mend kam qenë i ftuar dikur në Hilton në Washington që në atë kohë. Ai duhet ikë, i korruptuar, i mbani mend ato mitingjet pafund të vetë hebrejve të Izraelit, pra populli vetë nuk e do. Megjithatë, ai si Putin i kërkon të sundoj përmes luftës. Sa më shumë të konflikt ketë, si ai si Putin qëndron në pushtet, pa konflikte ata janë out. Kjo do të ndodhë edhe me një njeri kriminal siç është Putin, por që Trump kërkon të jetë i butë me të, kjo krijon shumë pandema këtu, pse Trump të jetë kaq shumë i butë me Putin. Disa thonë që e bën tash këpus nga Kina. Problemi është që Trump i ka marrë votat America First. Ti sot takon Zelenskin, nesër Netanyahu, kur do merresh me Amerikën zotëri, i thoshte një senator, dhe ka drejt.
Megjithatë, politika me Trump është tërësisht ndryshe nga çdo gjë se si mund të funksionojë një politikë. Të jemi dakord, absolutisht. Në 2026, zoti Baba, çfarë do presim nga Donald Trump? Unë pres që administrata Trump të japë goditje korrupsionit Ramës. Kam shpresë sepse kjo është e ka mandatore, e ka detyrueshme me ligj nga akti i ri që ka kaluar dhe departamenti nga ato kontakte që ka me zyrën e zëdhënësit ka filluar të ndryshojë. Do të jenë aktiv se deri tani ka qenë që departamenti nuk flet nëse nuk preken interesat financiare amerikane ose interesat e sigurisë kombëtare. SPAC nuk kontrollohet as nga kinezët, as nga rusët. Por para 3 ditëve ka pasur rreth 30 nga FBI dhe dera që janë në Shqipëri. SPAC kontrollohet nga ata dhe metoda është shumë e thjeshtë, follow the money. Sepse një klasë e korruptuar në ato nivele është qetësuese jo për ne, për mua, për ju që jetoni atje, por për vetë Amerikën, sepse Rama është ngatruar tek Sinaloa, tek trafiqet, dhe kur media amerikane zotëri të thot si Noriega, të thot shefi një shtetit mafios, ka ardhur koha në qoftë se i zgjuar të largohesh vetë. Ndryshe fundit do ta kesh të turpshëm dhe mua nuk më vjen mirë që kryeministri i një vendi tim paraqitet në këtë mënyrë. Konferenca e tij e fundit e shtypit ulur tregon që jo vetëm është i friksuar, por i dëshpëruar. Kam frikë të takoj një zyrtar në Shqipëri. Të gjithë të korruptuar është e turpshme, me miliarda dollar të vjedhur. Të falenderoj edhe Kudo në Shqipëri.